Situata në njësinë administrative në Vosel paraqitet me normalizuar mëngjesin e kësaj të premteje. Niveli i ujit Vjos ka shënuar rënje të ndjeshme, ndërsa prurjet nga Memalia dhe Përmeti janë më të pakta, duke krijuar shpresa për përmirësim të mëtejshëm të situatës. Megjithatë, problem mbetet prania e ujit në oborre dhe banesat e disa fshatrave si Bishan, Mifol dhe Fitore, si edhe në qendrën e njësisë administrative në Vosel. Situata në fshatrat e Novoselit të mëngjes paraqitet më e qetë, por situata në fshatin Bishan është problematike. Situata më problematike është në fshatin Fitore, ku banorët vijojnë të jenë të izoluar dhe pa mundësi daljeje nga zona. Për të kaluar më bën një grop start do të zbija s'bar për baktit, kam 50 dëm. Kam 3 lop. Kam direkt nga fshati, po do të hecë më, po s'kaloj dot aty është bër shkollë të bllokuar atje. Nuk u çon të ushqim. Nuk u çoj të ushqim, s'kam ku të çoj. Edhe ujë për të pirë për vete s'kam. Ka shumë gëtyrë përveç se që kanë ngërë të izoluar. Jemi dy familje. Kërkuar forcën e forcat armatosur paralizuar, vetë jemi sëmurë me fëmijë të vegjël. Çfarë themi? Ja, si të shikon tash ti, çfarë kërkon? Kalon dot tani? Ja, kaloti. Ush, ja zakonisht janë zënë të gjitha dhe qatë. Tokët janë bërë tokët për e vetë kjo. Ja, shia sa për janë. Shumë e keqe. Jo banes jo, vetëm në tokat. Shumë keqe. Shpit jo, po s'qesh gjë e gjallë. Tërë, këto tokat s'bet la, me grure me s'bet lokarifare. Ndërkohë niveli i Vjosës ndodhet poshtë urës së Mifolit duke rënë në 8 metra. Kjo urë vijon të mbetet e bllokuar për shkak të rrezikut nga prurjet, por edhe nga inertet dhe balta e grumbulluar në zonë. Si pasojë e situatës, mbi 20 familje të tjera janë evakuuar dhe janë strehuar në konviktet e qytetit. Në Vlorë rreshtet e shiut janë të pakta, ndërsa vijon puna për pastrimin e kanaleve kulluese në fshatra dhe për largimin e ujit nga banesat. Nga përmbytjet janë rreth 100 hektar tokë bujqësore në ujë. Në ditët në vijim pritet të nisë edhe procesi vlerësimit të dëmeve në terren nga strukturat përkatëse.